Ne na bëjshin tifoza mon atë Partizan e rritmi. Me këtë ekipin që ka Tirana tani, e ke ndjek besoj çik apo jo? Me të thonë të drejtën, e kam ndjek shumë pak. Çfarë bën atë brez kaq të bashkuar dhe kaq të fortë? Dëshirë e madhe për të fituar shkrute, kampion kombëtar i të rive, ishe flamun i të rive se kupa e kishte shkuar në firë. Domethënë ti e pas ke marrë atë iniciativën që ka ndryshuar vendin e Unë kam Tiranës? Çfarë marrëdhënie ke me tifozat e Tiranës? Të qërke me presidentin e Tiranës. E ai ka rrezik mjet fare. Çfarë rëndësie ka Tirana për ty? Kam emocione shumë. Sa kohë ke që nuk e ke ndjek Tiranën në stadium? Një herë kom shku. Po sistemi VAR, çfarë mendimi ke për sistemin VAR? Aty ku duhen e bëjnë do, atë se duhet e presidenti u du fare. Sot kemi në studio një nga emrat jo vetëm të shiuar të historisë futbollit shqiptar, po një nga emrat që kalon shenjë me karakterin e tij, me zemrën e tij, me fanetën e Tiranës. Është në epokën më të artë të brezave të Tiranës, ka luajtur me Tiranën e viteve 60-70, ka qenë dhe është rritur në atë kohë kur futbolli ka qenë një karakter, ka qenë krenari qyteti, ka qenë përgjegjësi. E kam fjalën, unë do ta prezantoj ashtu siç edhe tifozët e Tiranës e njohin për Benin e Moth. Faleminderit shumë dhe kënaqësi që të kam sot në Topcast. Lutem. Me kënaqësi. Për mua është vërtet kënaqësi, jam një brez shumë i vogël në krahasim me juve, ama kam dëgjuar pafund për ju dhe tifozët e Tiranës e përmendin shumë emrin tënd, janë të afeksionuar me ty në ato kohë të lashta dhe gjyshim ka folur shumë për ju. Dhe e di se të bëhet tjefi, se tifo Tiranë. Tiranë, se mund pysin, ke lujt me Tiranën ti? Jo, i thashu. Jo, ore, po ti, aje filon, po. Po Tiranën dhe Tirana. Pritë, që kom lujt me Tiranën. Ashtu, me Tiranën pra. Po, kom lujt me punën e Tiranës. Kështu e ka pas punën e Tiranës. Punën e Tiranës. Në 63-in e bon 7 ndori. Ua, bitin, që që shlirimi Tiranës pas ka qenë dhe i bunë 7 ndorë në Tiranës. Për ne ka more në Tiranë. Unë nuk do flasë shumë sot, unë do kem kënaqësi t'ju dëgjoj me vëmendje më të madhe, kështu që do kthehemi vite pas në kohë. Na tregon një herë si e nisi futbollin ti. E mban mend ka shumë vite po. Patjetër. Ajo është unë e kom fillu i vogël kështu, dhe unë në përlajje, si thotë. Për qef? Po. Jo, për qef diskutohet. Po. Pa emulacione, pasi jo, pa interesa, pa jo. Në moshën 16 vjeç, 15-16 vjeç, më ka morë një lojtar i vjetër në Tiranës. Më ka morë, ka arë në shtëpi se e rreshe gjithmonë më vite zorë me shku, ke ekipi i Ishtar e Nerit të madhi asaj kohë Xhavidi Neri. Profesori thoshim ne atij gjithmonë, ishte vetmi ekip që kishte Tirana. Ose Tirana, the me siguri, Tirana se një ekip kishte atëre. Më vonë u bën ekipet e Partizanit, të Dinamos, Shkëndia, ku diu të rit. Kurse ne kemi marrë pjesë si Tirana në atë kohë. Ishim rreth 30 vet, 40 vet seleksionit. Aty kam gjetë Skener Halilin, Panajot Panën, këto dy që erdhën me moshën tonë. Ato tjerë ishin moshë më mos e shu, ishin me mosha ato dhe kanë hik. Ato dy kam gjetë aty. Ai që fillimi më ka marrë ai për dorë, se e kisha të ke fjalë, më mori për dorë nga shtëpia, pasi dola nga shkollë, do vishte se njelet u më rrenë. Shku ke fusha punës, si thoshin, po ke gjaft diku aty. Ajo ishe fusha atëre, e fusha aviacion, po ishte pa rrethume, fusha aviacion ishte. Aty u kuadrumi ishim rreth një 20 vet, 50 vet, se e thash, ishin një ekip. Aty ishe seleksionimi në 56. Në 56, aty ishin shumë, edhe formacioni ishte ndërtuar. Dhe më thonë, Xhavidi e kështë bo ekipin, se ato kishin një vjet për para që servitish. Unë sa shkova. Me gjitha të në bunë aty në resht, e pare me dytën luishim, aty edhe më shënojmë, si ke emnin, do të shkësh filan vetëm moshë materiale.
edhe të në dhanë një palë këpuc leta, edhe një trigo. Një trigo. E maj me si sot. Ke rruga, nuk e di, ke rruga Dibrës si theshim. Aty. I knajsi e madhe që për në dhanë këpuc, e këpuc djollë, me ato këpuc, me ato. Mirë, profesor, ju jeni pjesë e një brezi shumëtar të Tiranës. Na flit një për atë kohën e artë me trajner Demnerin. Unë më merë i Fredi nga shtëpia, më ka quë atje, stërvitje. E tha, profesor, kjo e kom pa, më tha shumë. Më futi në resht aty si themin e, edhe më ndamë. Bërshë në dzemje, këtë dy në këni, se ishë i dojë me dy porta. Seleksionim, si bëjtej, a i kështë vendosë ekipin, se mas 2 javësh filloj të kampionati. Po. Edhe ishte me 1 takim. Me 2, jo me 1. Kush eliminojte, i këtu e seleksionojte. Me pak ekipe. Vitin tjetër, 57-ën, që ne e kishim moshën, ishim Panajoti, Skeneri, për shemull ta Red Verria, e këtë ju me radhë ato, ne ishim të ati viti. Edhe neve, të ati viti, durim kampion edhe kryum një bas të Tiranës. Tiranës, të Tiranës. Ishim rreth 6 vetë, 7 vetë. Nga ekipi trive, maroj mosha, na qoj me Tiranë. 57-ën, në 7 orë, 8 orë, ne fillu me Tiranë. Dhe më thonë, ne ishim të 30, 20, të këpta se ishe reshti madhët, se ishin moshat noja, mi 30, 28, 27, ishin dojtarë të vjetër. Aty gjetëm shumë elementa të Tiranës vjetër, që nga Metani, Bedrisër Mose, Sadik Struga, Tafit Baqe, se e kom pas vlate Tafit nga baba. Qa thua, okej. Po, Gjafmerja, Vesheu, Verada, se i maj me shumë, Galip Qaushi. Po, kishë shku dhe Panajoti, mëse ne i shkoj. Panajoti, edhe Fatmir Frashëri. Historitë që ke Fatmir në 57-ën, ne dulëm kampion. Kampion edhe me që marrum aktivitetin, e s'ka doj dhe datlindja i themë ne të shi, 18 vjeç, na qunë me ekipin e Tiranës. Me ekipin e parë. Atë vit ne kemi fillu me lujt me shpresat. Për herë të parë, në 58-ën, ka fillu kampionati kombëtar i shpresave. Se erdi një urdhë në këtë shkun ca treneri a shtetit e u kështu, edhe kryum, sepse nëdhë që lojtarët nuk kishin aktivizim. Kështu që gjithë të që mishin nga të rritë, përse mund të vishë në shku 5-6 vetë, po të jeshtë që nuk mund të ishin do, sepse ishin gjithë lojtarë edhe, kështu që u detyrun, jo detyrun, po ishte si ligj u rregullu që mosha të luash me 2 mosha të mëdha, edhe 7-8 vjetë tjerë të ishin mbi 9 moshën, 19 vjetë. Do më në, ato e kapshin si i themne e ardhme e një ekipi tjetër. Të gjithë ekipet u detyrun që ishin të detyruar të bëjshin ekipin e shpresave. U kryua ajo në ato vite brezi më i mirë i Tiranës, e them shufitanistja e Tiranës. Bravo, në atë kohë ishte. Edhe u rrit. U rrit në mosha, u rrit edhe skuadra. Në 62-shin, se të shi unë i ka ushtar në 58-ën. 59-ën. 59-ën i ka ushtar. I ka ushtar, të më dhënë, punë një jave, në 58-ën, në morën 58-ën, 59-ën atë qëtë. Unë i ka me Partizanin. Aty gjeta ato të mëdhejt e Partizanit, në thënë drejtë, një ekip. Sa vite lutet të Tirana që u shkëpute dhe i ka të Partizanit? Këtë Tirana një vjet lujta. Lujte një vit me shpresat edhe me të parë. Po më tepër kom luajt me shpresat. Se dulim ishte interesi për ta morë kampionat. E kuptoj. Kështu që dulim për jetë pa 58 ne morëm kampionat. Pastaj shkruan te Partizani. Morën ushtar, edhe unë lujta me Partizan. Unë lujta, mora edhe medalje, se duhet luajë mbi 70% që të merrsh medalje kampioni për shembull. Se luajë me shpresat, kur nuk luajë këtë luajë aty. Kështu që 59. Në 60-ën erdhi Panajoti edhe Luigi Bytyshi. Ishin ushtar ato, edhe erdhin me Partizani, me Partizani nga ishin Marin, bile si qunë dhe. Mu më thanë, mori besim faku me gjithë gjepës pa io. Slave Lampi, ishin ato trenerët edhe baza e Partizanit. Këtu tha Bukovik, më tha mu, edhe lu, edhe s'lu. Ne kemi menu, tha, me qumë e Tiranët.
gati që ushtari që. Po, Do i vishë shta me tuta, do i kishë do vishë më reu, tha. Kështu që unë, neta me Tiranën, 60-ën, nuk u bo kampionat. Më duket u bo 500 vjetori Skënderbeut në mos gaboshe, nuk u bo kampionat, nuk e di. Nuk e di që nuk u bo kampionat. Po unë lujtë me Tiranën. Okej. Hyna, edhe syë, edhe ysh, edhe syshe. Në 61-shin Partizani, e panë si shduket, u rrita. Aftësin. Lujta më mire, ku du shënoj, fillove të shënuar, se lujshe nga mes fushore, Po. kom lujt gjysë sulmun si bjath, ose me zallat bjathit të shënoj. Edhe pa të fillu dhe të shënoj. Kështu që Partizani, jo neshën e parë dytë, se u vra njoni, u vra tjeti, ku diun, hyna une në nuk dolla ma. Nuk dole ma. Qysh neshën e 2-3. Atë vit durim kampione me Partizani. Rafën Dinamon, ishte ajo që u bo neshe e dytë, se neshe parë duhet barazim, mas 2 ditësh lujtëm prapë. Kjo, uli rum 61-shin. Në fund të 61-shin, unë shkoj me Tiranën, pa tjetër. Aty të shit, dëshin me majtë, me thonë drejtë. Me marin veç e të më thanë, Bukovik tha, ne du me të majtë, tha. Po ne kemi qef, tha, se kështë dalë urni ministrit Bekir Ballu, që çdo ushtar që është i atij qyteti, do të shkojë atij qyteti, marrë ushterin do të shkojë atij. Kështu që paneotin deshin me majt ato, se lojtarët e vjetër, Refikres, lokalizet, fillun të u vjetruan si themene. E deshin me marrë element, kështu që morën paneotin. Po. Ju e dini, thashë, ne me thonë drejtë këshim qef në Partizanët, Partizanët në atë kohë zdiskutohet. Jo si e interpretojnë të shisa, atëherë ka qenë tifozlik, jo me uzje, me u kërë, këtë. Me gjithë dhe, u i ka me Tiranën, fillo me Tiranën, hynë në formacion, edhe deri në fund fare, unë nuk e nda asnjëherë. Si ishte atmosfera në atë kohë në ekip, me dhomat e zhveshjes? Si mundoheshit ju që ta mbanit atë grup ashtë bashkuar në atë brez? Në atë kohë me që ne ishim 5-6 vetë, Po? për shumë që u morëm nga të rinjë, me Paneot, Skener Halil, Rel Verria, unë, Mon Mema, Lujt Bityqi, do mon u rritën ato, nga 18-19 vjeç u boni 21-2 vjeç. Kështu që edhe dëshira për të fitu, edhe thëshim ne për të rrafëmi e këtë Partizanë. E kuptoti, ose të morim në nej kampionat. Morim i kampionat, dalim në ne si skuadë, se dilshin ata, Partizan Dinamo. Edhe kush kishe fatin në një me ekipi kombëtar, 1-2. Kështu që lindi ajo egoja, si i themi ne. Po, egoja. Për të fitu. Ne na bëjshin tifoza, amon atë Partizan na e rrifni, thete. Unë mja kampionatet, nuk du në kampionat. Ne të gjemon më të në rafi Partizani, dhe të morim kampionatit me dalja shtetit. Kjo ishte interesi modit, në u dukte si qudi. Shu që ne, 63-shin, në mos gabofshe 64, kemi mori kupër Republike. Për e të parë, në Kavaj. Ati në odhe një incident i vogël, edhe janë ato që në kam ndodhe mu, për shemë. Edhe ati në rafën këtu më Tiranë, i rafën Kabaj, nesha u bo me shtyrje, u bo me penalti. Të shikush dhe gjuhet penalti. Ne të dy për tjerët në ishin vra. E në shkoj unë, se po binde një shi shumë i modë. Mu më dha natyra kopë, se unë nuk ishe kapten skuadë, ishe tjetër njëri. Po hynë ke barakja, se kishte një barakja aty, ke një stadiumi vjetër. Edhe si përfundim, i thash aty Albitit, ore, a lejo, tha me vu i lojtarë, se deshe me vu një, u vu një Ali Mema, i thëshim ne. Se në ishe në Ali Mema, i, do thushit, pse e vune e te? E vune e te se ne gjithmon mas servites, e veshim nga i Gurabia, se me e rëngja. Edhe gjushin penaltit. 5 penaltit për shemull, do të bëj 4. A i thëtën po 3, pun, me kusha mërë të Gurabia. Me qaras. Edhe a i, u thej, po, si përfunim, i thash lijo, i thash këshu, po më rridho. E nejti. Nejti lijo, gjujti
bitë regja në mos gabon, se i djali mirë shumë, i teknika i kujtoj se po ja bëjë këti për tak, u dhe ja kapi. Aja kapi, e të gjujta unë e bo në kërë. E kapi gjujti tjetër, ja kapi një tjetër, 2, mileti të kërthit, shiu bite, unë tak në tjetërin, 2, po, të tjetërin e qiti jashtë, e gjujte një të mrena, mu i bo në gjithë, po pëjti, edhe ka me si histori që një të maru aty, as flamur, as kup, as i gjos në dhanë, një të autobusit, në Tiranë jemi la në Tiranë. Tiranë jemi la ke banjat publike, thëshë në qofë si i dini. Ke pëtëtoj, diku aty, ka qenë. Edhe një ka qenë ke pëzariri. E kjo ishte fitimi parë i një kupe, ose evenimentit më të burë. Vidit jetë 64 mësërej, morëm kampionatin e parë. Kampionati parë, qunat të rritë gjithë, entuziast, qunat mrekullueshëm. Të shi se i cili ka ato, po ne kishim gjotë mirë që nuk pyetshim, gjithë sakrifikojshin, kush ishte në punë, kush ishte në shkollë, studenta. Ne njoni sa kishte meru shkollën, ne i mësus, po gjithë kjo u grumulluaja, gjithë. Çfarë e bën atë brez kaq të bashkuar dhe kaq të fortë? Ajo e bashkoi dëshira, nuk diskutohet. Dëshira e madhe për të fituar dhe një herë se ishte u bë, si i themin e Dinamo Partizani. Dinamo Partizani. Po këto dy. Po ta morim një herë të Shqipëri. Mja kjo ishte e para një si ego, edhe thëshin ne të dalim në një herë si skuadrë jashtë shtetit. Gëzimi madhë, nuk e imaginoni do të një gëzim që në dukshin gjithë si lugati vetë. Edhe kështu neve, me atë entuziazm, me atë dashuri kështu për futbolin, s'diskutohet, sakrificat të papame kështu. E morëm i kampionatit parë. A ishte kampionatit parë. Kampionatit dytë rritëm gjithmonë s'diskutohet, kush e morëm kombëtare, rritja që me trenerin Muslimava. Edhe ai ishte një tip serios, kërkon të shumë. A ka një mund me këte kuptim, a na mobilizoj, na dha një frym mobilizimi. Ju uli më me këmbë tokë, apo? Pa tjetër. Po sa, unë për shemull, po të them një rast. Mund të kem lujt në keq, s'diskutohet. Kom lujt në mirë, se se lujt. Mund të kishe të shënu edhe 2 gola, po bëj fjalla, edhe i dha sfitor në ekipit, gjova mirë. A i gjithmonë të kritikojte, si i theme. Mirë, thojte. Mirë, më bëjmë, du më mirë për të fjalla, e kuptoj kërkeza kështu. Kështu që ne na u duk të qudik, po si se labdroj herë. Ja këto ishin ato. A i ka punu shumë, ka luftu në për institutet, këto për leje, me në dhone i leje nga punë, se ishim punë. Ishim 4-5 vetë ishim punë. Disa ishin në shkollë. Se s'kisha asnjë, dhe më dhone, ishte profesor që i thëmë nëse mësu. Ju keni qenë bashkë moshatar me Skënder Halilin? Jo. Skënderi ka qenë, unë e kom gjetë Halilin atje, ka lujtë para me, ka qenë më i vogël. Më i vogël? Po, shja 2-3 vjetë më i vogël. Ne në mos gaboshi ishte 22, 21, 22. Çfarë ardhën e ke pas me të? Çfarë shije dhe çfarë figure ka lënë ai tek ekipi i Tiranës? Skënderi kishte leje për sport, i themne, për futboll. Tashi se çert ai nuk e di ai i themin e është gjinov që ishte këtu në Shqipëri, i themin e sepse ai ishte me të vërtet talent i papam ishte. Dhe më thonë bëjtë disa veprime, na u dukshin çudi dhe neve. Mi po ne e këshim skuadrë, u knajshim edhe. Ishe njeri shumë i qiltër, shumë punëtor. E kërkojte vetën kështu, mobilizim të bëjte kështu. Familjar ka qeni të mërshëm. Gjithmonë folte për atë, ka pas atë një gru të mirë, ka qene shumë gru të mirë. E dojte qene, e gjithmonë dhe ti që më bekështë ti bëjë kështu ti mëne ja. Skënderi ka qenë, a i një dhe Panajoti që ka qenë. Po Panajoti ishte ndryshe, ishte tip atetit, tip sulmusi mi fjallë. Kishe ato shpërthime,
ishte i veçantë. Me këtë ekipin që ka Tirana tani, e ke ndjek besoj qik apo jo? Me të thonë të drejtën, e kam njek shumë pak. Shumë pak. Sepse kam shumë emocione, edhe bitës ne ku shkojmë me pa Nipçen, Po, më mori e shkum në Kosovë. okej, S'ka nja i mujtë, apo vje me mu thë, atë dhe s'mu sa le që unë bashkë. po. Shkova atje, mi po më rritë e meni aty, a i s'pëllu dhe pak, se pëllu ishin i këshën halë ato që të ecin i qik me pikë, se janë të ri këto, ato ka ne Amerikanë. Po. Aty me thonë drejtë e emocioni, thash që më more, thash ka të mali. Cili, me këto lojtarët e ri që më banë mënd ti me sa ke parë futboll, jo me ekipin aktual, se me ekipin aktual si mbaj unë mënd emra, po cilin do veçoje për shembull që ka karakteristikat e tua në lojë edhe të Skënder Halilit? Me sa të vinë... Unë me thonë drejtën, Apo masi s'ka? shkëputa nuk i kam njek fort, me thonë drejtën. Po kështu i njek për shemë ca ekipe që i shofë, luftarak si gjallë. Por Skeneri kalon në bresa edhe me ekipi kombëtar që kom luajtur, Po, me Skeneri. okej. Ka boca veprime të jashtëzakonshme, të rralla. Për ne mund të themi që ishte talent ai, se ai po të kishte edhe shokët e mirë do të shkëlqejtë shumë. Sepse gjithmonë i themin e sportistë i mirë, do dhe shokët e mirë, e kupton se Absolutisht, po. vetëm çfarë do bëj. Po. Se për ne dy një me vetë. E vërtet, po. Prandaj është edhe lojë në ekip. Lojë ekipit patjetër. Ndeshjet midis Tiranës dhe Partizanit, derbit i themi ne, kanë qenë gjithmonë emocionuese shumë në atë kohë, se tani sikur i ka ikë që ka i lezeti. Po, mban mend vitin 1967 që pate një konflikt Ky me Agim Dizdarin, nëse kuptohet, apo? Jo me atë. Okej. Është tjetër gjë. Ha, na tregon një. Për ne po them, gjithmonë kjo është nga të rrugë kjo histori. Okej. Paka shumë. Unë kur ja kom thënë dhe shokëve të mia, nuk besoj. Në atë neshi, unë kom dalë jashtë. Ka qitë arbitri. Ishe kapten skuadrë. Më duket e kom shënu në golin e dytë. Më duket, nuk e maj men. Po. Me thonë kotë të shigjo që nuk e maj men. Vetëm maj men që Niko Gjaqka i ka rrallë dhe herë vetës. E kuptoti nga emocione, nga vrulli, bom, qefë, ku dhjo. Gjithmonë, jo me Partizan, po me qenë ishi fitore, ishe gjabu. Po. Edhe tu kërthit të mrapa i gjëmonë në linë shlagu. Unë e kishe shok që në Partizanin në linë që djali shkëtje. Unë një ta kap. E kapa kështu që e nalova që mos i gjunde me shkenë. Se që të i shku shumë me uzi, si i thuti. Aty ma ka boje shumë sigur, nuk më rane gjëtë madhe, pa veprimin e boni që kështu. Që bërë linë, thashë kë, vjej albitri, e maj me dhe albitri, fide i pu, pa nuk e rrëqë korçari ishte. Tha Bukovic, tha do dini jashtë. Diri, thoshe, dali, më ra me shpu. Jo, tha edhe ti të dali, se s'kishte karton atele, me goj. Okej. Po thoshe, ne hona lapën, dali jashtë. Mon Bukovic. Mon dilë, tha ce. Po mi me për ty, po dali, thoshe, dojtë në 7 minuta lojnë. Okej. Ne ishe fitu lojnë, ishin 5 pikë për para, edhe tërë neshi kishin. Në mrena, kur hymë mrena, që marrë lojë, hymë ke koridori, se ka një koridor atje. Në koridori isha unë mos monen, të që nuk e arrë. Mrapa ishte refika esme, edhe i djali Dizdari që thuti. Se Dizdar ka dhe Tirana Dizdar, pa jo... Agim Dizdari, po. Aji, unë njifshe se lunde, pa ditë nuk lunde, edhe ishe me tërë ne pa ikshim pa gjithë të qeshë, mrapa po vite turma që lejtarë, se hyshim në dhomë e zhveshët. Edhe këte nuk e rrëj prapë. Ne o ka bone këj si qenë tërbashit. Nuk e rrëj, gjë që rrëj. Ne gjotë modhe s'ta po... Moni si ishte kështu nuk e pak se kush ishte. E ne ja fut shumë rëpqë. Po që afrej. Po, a i ras, me thërën. Aty... Ti kështu? Po, në të kohë, po vite policia, sepse ato turma mrapa nuk e di, nuk e parë. Hymë mrena, zhurë, vjeqa ai shefi policisë që mëllë Ballugu, i vlaj Beqir Ballugu, në njifte gjithmonë se aty morën, kështu që ashtë i jo. Kur e morën vesh ne esmen përjashtu. Qërpat, kur bo mua beti gjithë, për qërbon në emër, ashtë i jo, dojë që aqë korrekte, ashtë i jo,
pat në një kështu ndërhyrje të vjetë. Si, unë dule jashtë vetëm me i veprimet e. Asnjëri nuk e di që unë kam dalë jashtë. Se ishte 7 minuta e fundit lojës. Të gjithë u boja, po gjyjë, po ne, asnjëri s'm thirrri mu, sot e kësaj dite që po më pyet ti mu. Nuk e di, edhe shokët e mi nuk e di. Po. E çuditshme. Jo, për ne thuti Dizdari ja unë i la për në kot. A i ra, si ra, te se di, po mrapç. Dhe po që një të futi shama dhe ja futi kështu. Se ishte djerga kështu. Ja, kjo ishte. Po jo, si veprim kështu. Ne na dënun. Terreneshet e funit nuk e të bom. Nuk i zhvillun. Shumë me gjithë dhe Dinamo e mori, me 5 pikë, mrapa ishte Dinamo. Me 5 pikë mrapa. Për 1 pikë ne e ka morë. Se me 2 pikë ishte neshje atëre, nuk ka qenë me 3. Ne, një neshje, në thëshin ato rrethet, e kishim një në dushje, një e kishim kavaj, një në durës. E të neshje, më thonë ato e kishim, hajti një thëshin me 3, e ku t'i gjonë, bishit telegramet, asi gjo. Sot e kësaj dite, jo, gjyje, jo, sepse ta bëjmë gjyje nuk e marrës. Është akoma gjyje apo? Ku t'i gjonë, po, se di. Nuk e di, thënë që e keni marrë, sigur e kemi në krane. U mund të thënë një gjotë bukur, ishe kapiten skuadrën unë në kampionatin e dytë. Të dytën në Lushnjë. U vrava unë me Partizanin, u vrava e në Elbasan Isorinë, kështu. Me Partizanin, stadion, barazum dhe u ishim i pikë për para. Shkum Lushnjë, neshja funit. Si përfundim, 2-1 fitum në atje, ato shokët qunat, thot, Lëmi më thot mu, Bukovik i ke merë kupën, më thonë edhe. Edhe unë, iga, më thot Fatmiri mu për para, beni tha, mos arro tha kupën, tha se të këmë thonë, po më thash më të japë, se i kishe qefa i me morë kupën. Igi unë atje, më tabolin, i dhash dorën e tyne, aty më tabolin, me i gazet, ato yjet që i yll kishe, tu kampion, thëjte, se për qëri ishe kampion, nuk di. I të morë gazetën, unë shurdap, dorën e tyne, iga, morën e flamurin, një flamur. Iga aty, quna, thësh, dape udho, asë ceremoni, asë i gjo fare, i këshu. Njëm të abonin aty ke cepi rrugës, aty ke fusha, ke mesi, se ashtu ishe stadiumi. Në në ti Fatmiri thëshu flamurin, e hapëm ne, flamuri shkrute, që shkrute, kampion kombëtar i të rive. Shkrute, kampion kombëtar i të rive, ishe flamuri të rive, se kupa që shku në firë. Qa thua? Sot e kësa dite që po flasë me ty, as njëni s'di gjo. Kupa në fjerë. As njën. Ja, ashtu i ko morë, i hudhë aty, morën gjithë ka i flamë, ashtu i hudhë, kampion një ashtu. Tirana si qenë. Pse, ne murëm kampionatë, që të kejë ka këtu. As suzim, as i gjo për bukëri. Ishe ajo kotë, ajo ti vëzligu, ajo ti politikë, kishë të eshe atë kush lirë. Pra, janë sa gjonë. Janë ca gjëra absurde. Kanë dikum që unë kom ne i gjonat në gjokëshu tjetër, po që nuk janë të interesante për shumë. Për shumë? Kom dhe interesant tjetër. Ha, njëherë. Po, një interesant tjetër, ne kremi nga Kilmarnoku. Kup kampionësh. Ajo nuk i verën si ne barazum, bile s'kom barazum me kokë. Nuk e rrësi. Sot me gjithët në banket aty, e morëm albiti, i thamë këshu, jo, e tha i karab, ne na u duk si kur për ti, i sërinë, nuk na i qyti gëllë, si për vëndi humë 1-0. U këthëm në Berlin. Atere nuk ishim puqala, ishim lindore, edhe po prishim aeroplanin e që, se këshu vit aeroplani me dit, nuk ishe këshu që hypi këtu, ditë, jo. Edhe ne jetëm ja 2 dit aty në Berlin, në Strausberg, në duhe në mas gaboshët, nuk e di i qytet. Si përfundim duhe me Lëmin. Me Lëmin, se Lëmi dita dhe gjermanisht. E në mena për këthën e gjakë, bukur i me i dyqon. Me i dyqon panelash, sportive. E në thash profesor, me gjithë Fatmiri kom qëtë. Se me të rrishe shumë, e ishe shok shumë. Edhe i thash, me që panelash ka lu Tirana, në thash atere, shpërfeja, të mund Tirana para luftës. Mërë Bukovik, tha. E ne ishim me vija, me të kuqe, me loj, ishte ajo me blu.
I thash, u pyeti e sa lek, po, I fanel. Po që do më Bukovik, thëmë. Po pyeti e katë më përpërshaj, I thash, katë të tamë, shok. A e bëjtë më duket 15 marka. Nuk ka rësistë. Ne në këshin dhonë edhe një 30 marka. Se ja hashim jashtë, nuk ka zhurë. Po. Shkoja të në hotelu, e I thash shunë, thashu. Doni me u bo me fenellet të reja? Thash këshu, që thudje? Gjithë tërë një qitën lekët, që I këshim bo lekët. Ato që na I të shtetit. Ka 15 marka, o një qkut nesme me 2 madhe, një ti morë fanellet. Të shi, u hap fjale që kanë ble fanella, se kishim fanella të shplame, një bëllu e shplame, gjithë vitin me të lushim, gjithë vitin. Jo, me të rru fanellë si në rrëjnë të dy, ja. Edhe si përfundim stadiumi, ja, kanë ble fanella, jo, imagjina, fanella. Pa, me ata me vija, kur dullin me të zebrat super e të parë me vija. Ljumi nuk dojtë se do të na thënë jo fashist, se ishte... Do më thënë, ti e pas ke marrë atë iniciativën që ka ndryshu fanellat Unë kam kështu si. Unë kam të tjera kështu të vogël, por nuk I kam Shumë interesante kjo, shumë e bukur. Pra, ajo fanellë ty që e në rrënjët e bëjnë, ja kështu I kemi ble me legët tonë. E se cili murë me numër, se kështu kanë qenë. Nga njëshi, deri ke. Tifozët e Tiranës të kanë quajtur gjithmonë Beni Madh. Nga ka ardhur ky pseudonimi? Po. Në mos gadofsha, sa ma I menu të që se mosha bokat vetër, po the nga beti 65-66. Vjen Arben Qela. Ben Qela. Një djali shkëlqyer e takoj me te, një djali shkëlqyer me talent. Po. I djali shkëlqyer nuk mund ta lavdëroj shumë sa çka merit. I djalë me shkollë, me didha. A I vje dhe e kishtë mbejnë në Arben Qela. Në u fut formacion sa erdi. Nga të rit, erdi e futëm dhe kishim nevoj për një stopër, I thëjshin to. Atë në qendër të mbrojtjes. Edhe kjo e bëjt atë rrën e qante. Nuk ishte gjatë, ishte pak si me I shkurtë se unë. Kaq, lejnë duket mund tjetë a më gjatë unë të që nuk vidi, pa mu duk të mu. Edhe Ben Qela, Ben I madh, a ishte Ben I vogël. Edhe kështu me edit, lujtëm një, do më 5-6 vjetë, sa në rajo, deri ka 7 vjetë. A I vazhdoj, se ishte më I ri, shumë më I ri. A I vazhdoj, Perikliu, Skanerhyka, këto që netë. Do të në krasime me lojtarin... Kjo erdi Ben I madh, Ben I vogël. Edhe të ngeli shtu. Ta, a I hyni direkt në skuadrë, ishte me talent, ishte djalë I shkëlqyer ishte. Çfarë marrëdhënie ke me tifozët e Tiranës? Çfarë marrëdhënie ke pasur? Të shi qërkej me presidentin e Tiranës. A I ka rrezik së mjetë fare. Nuk të njeh thu? Absolutisht fare. Tifozat e Tiranës I takoj moshën e madhe, moshë 7 vjeç, 80 vjeç. 60 ca majnë meni që si gjyqtar futbolli. Po pra, do kalojmë dhe të kjo pjesa pastaj. Po pse mendon se presidenti I Tiranës nuk njeh? Mund të shi, sepse nuk ka organizim, jo për në jo, sa me në kujtusin. I herë në kujtoj federata, si të ekipit kombëtar, si kom duhet, një 7-8 neshje të ekipit kombëtar. Shu që në takoj të shku në Mëni. Mëni u bojo, jo në Francë. Më vjen një telefonat, thotë Rëfilani. Ha me beco, një bec, aja ne I ka dalë bezim. Tha mu, kështu Bukovik, tha me që ke morë, që do t'i thëshu? Jo dhe se kështu ne ke menu, tha që ju që keni dujt me ekipin kombëtar, keni 10 bideta pa për fjalla, me shku me pa atë, ju qështej. Faleminderit shumë, I thashë. Do t'i unë kapi një smundllika shu I letë, ja dedikoj qunë gjithmonë, se a I ka ngeret në kom, edhe nuk kishe qef në thonës. Po shuqy që nuk shkova se që kishin heket atë qkretë, se mosha madhe diri dorat ligur, kujto kështu. Mi po ati, ca vështirësi mi kalëzëshin tjerë. As të majs kishe qenë këtë formadur gjithuti. Kanë qenë disa tjerë, s'kishin mua betë kështu. Nuk shkova. Në Mëni, më tha X një lojtar që ka qenë mas me, po ne me kombëtar, nuk u përmen mo, ajo, federata. Jo, do kishe shku,
Se dhe shme taku Nipin atje. Nipqet. Nipqet atje të Milanit, qunëve aty. Për në meni, që u bon meni mëse. Aty nuk u afrun ata, po bifjale se nuk kam me qep më. Çfarë? Kjo është. Çfarë rëndësie ka Tirana për ty? Shiko, kam emocione shumë. Sa do që e the me goj, nuk e the me zemër, si nuk e di ata e kupton. Dje e pash, për dje e pash. E pash e pëm përgjejtë shumë se për luftëshin. Pra po flisim për ndeshjen e Tiranës që luajti me Vorën, ë? Të Me pëlqeu po, shumë. pëlqeu, pëlqeu. Ti të thusha ke emocione, kam, me thënë drejtën, kam. Unë kam edhe për ato që i dëshiroj disa skuadra, shumë pëlqejnë edhe jam si tifoz që përdi. Me thënë drejtën, na e ka thuj qik zemërën të themin. Se kemi dhënë shumë, kemi sakrifikuar shumë sa që nuk ka libër që i shkru. Nuk ka. Dash ka shneti, dash ka vrasjet, dash ka sakrificat, ku me lame, ku pa la e ku tjo. Kemi lodhe dhe gatë, nonën, vlezit, gjithë. Se gjithë kanë morë pjesë. Gjithë. Kush mendon se cili është faktori që ka çuar Tiranën në këtë pikë sot? Cilat janë faktorët në syrin tënd? Unë nuk jam mrena. Nuk jam mrena. Po. Se po t'jesh mrena, nuk në kanë afru, jo se s'duhë, e kuptoj? Nuk në kanë afru. Unë kom bërë dhe kurs të renerës, ta thash jo. Po. Ma the në brava kamera? Kom bërë një kurs të renerës, se më tha X-i, s'po qisen atë qise. Nuk jënë qki, po X-i, s'ka nësi, tha do t'a lesh punë, tha i vit, tha do bësh kurs për të renerë, se do morim ekipin e Tiranës. I thash për ty po timi bashkë, me Fatmir, gjithmonë. Fatmirin, ose nuk du të përmenë se të nështë e me të hati tjerë. Me gjithë kanë hikë shkretët, përveç të revetës gjithë. Nese. Edhe e lash punën. I thash atyne që pa i kështu, gjithë i posa, kështu. Shkova nejta, 9 muaj shkova, institut. Boma të mësimi që ne, ku kishim bërë herë, me gjithë, boma të praktike, teorie, ku diun, morëm provimet, i morëm, si i morëm me diplomën, prit më afru më se s'ka. Prit më afru më, ja, se unë nuk shkova me lypë. Unë nuk ishe pa punë, se unë kam profesionin tënë. Bravo që. Që atere, Ben Bugoviku, mos u duk mo, unë se t'i bësh Fatmirit se nuk shkojshë mo. Kështu që na eftofi atë, e para. Dhe e dyta, po si i radhe të qisë gjonë të tjere, nuk po qisë gjonë të tjere. Dajri, reflit. Se vëtë me dytë. Kështu që na e kaftof me i fjallë, e kupton. Na e kaftof, nuk... Na vje keq për tifozin, që i ka tifozit të mregullushëm, plasë për moshe se këto të rritë, ka jere shkelin, me thënde, jobë me shafka, jobë ato, mu nuk pëlqenë ato. Gërthit sa dush, bot sa dush, por veprime më zbo. Se pa e shohë në shqitë, dënën, i pagu klubi, gjithë legët. E vërtet. Sa ko ke që nuk e këndjek Tiranën në stadium? Kam shaj shumë, sa që se besot. A e diti që unë qëkur e kom lanë, 1 herë kom shku, 2 herë. Pse ka shumë? Jo. 2 herë pas shku. Herë Tirana Partizani, ke stadiumi i ri, me pas stadiumin kom shku në shumë. Me qunin, mori qunin, me zë Nipqa, se kur më bo. Edhe herë kom pa ekipin komtar me Ukrajinën. Shqipëri-Ukrajinë, po. Më duket në rafën këto ta, apo barazun? Mos ga bërë, ndeshjet kualifikuse, vjetë. Jo këto vit që na pas, Vjetë. 2024, po. 2. Edhe tu qunim ka morë, me gjithë Nipqen. Po pse kjo zgjedhje? Tash kjo ftofje modhe, nuk kom njeri, as njeri afër. Nuk kom njeri tjetër.
është për të ardhur keq në fakt se si në vendin tonë. Jo vetëm unë. Po, Unë pra, shikoj jo dhe vetëm ju, lojtarët po. mas me. Eksakt, jo vetëm ju. Gjithë edhe brezat mbas te, edhe brezat më të rinj se ju, Bravo. nuk janë vlerësuar nga asnjë ekip në Shqipëri, jo vetëm Jo. Tirana. Unë them që ai këshilli që bëhet, ka këshilli të si çdo gjë, nuk e bën Absolutisht, po. presidenti unë ndoshta mund të paguaj ku diu. Po. Por ai duhet të ketë stafin e vet, teknikët e vet, drejtorët si i quajnë to ku dëgjon. Edhe shkon në marrëveshje se ajo është kabineti i gjatë, ka fitimet e veta, ka bukurinë e vet. A mendoni ju që presidenti në këtë rast aktual që është Tirana, Refik Halili, duhet që duke qenë se Tirana është në një fazë, le të themi kështu, jo të mirë, ka këto vitet e fundit. A mendoni që duhet kishte marrë legjendat e Tiranës që kanë eksperiencë, të kishte ulur në tavolinë, të kishte gjetur problemin, t'ju merrte një mendim? Po si na boti me fol me zorri themin. E kuptoj. Unë nuk du me shah njëri se i cili shef Jo, nuk interesat e veta. Thjesht po, mendimin tonë themi. Po në që shof unë ke vetje ime. Po. Imagine, leke shokët tjerë se ato të mitë kanë hikë gjithë. Nuk jo, ky nuk i ka afru. Po asnjoni, do më shumë pak ato të fillimit, me zë kaj qik, u zhdukën gjithë. Pra, a i merë trajner të tjerë, po bi fjallet, nuk e di, se sa zot mund t'jenë ato. Po. A i merë të tjerë kur ka shkollën e vetë. Eksakt. Si i thënë ato ato? Akademi. Akademin, Po. sa bukur e shkru ka akademi aty, ku e ke këtë? Unë shofa të lojtarët e vjetër. Kom një ju Agustin Kola, janë trener mirë. Zengla. E kupto ti, kush janë ato që janë trenera? Mema, i Sula, për të folin bukur. Hajde bre, pse si mere e ato? Pse si mere e ato nuk e di. Se qka ime ato nuk e di. A që kanë këto me atë se di. Se prezidenti është i pari, a i e rogën. Absolutisht, po. Për ne po dhe nuk di çfarë të them sepse nuk i di, fare. Në fakt, edhe zotin Dabulla, Rezar Dabulla, Edhe i flet bukur e shoku, po ai nuk e di. është shumë i prek, është shumë i Unë prek kam për pa të presidentin. lutet e maj me ideali shkëlqyen duket pa. Po. Ai Ka është edhe të tjerë që flasin, Po. flasin shumë bukur, po ato janë shumë vërteta, se ato janë më afër. po. Janë më ja, të ri, më afër ty. Eksakt, por prapë është i mërzitur që presidenti nuk bën një hap të tillë për t'i marrë, për t'i ulur e për të folur. Kështu që është një problem shumë i thellë ky që Shiko, ai nëse nuk e di. Nëse bën mas kokës vetë ka shumë gabim. Sepse sporti do shumë njerëz të kesh, do specialista do të morësh, që të morësh vetë nuk e di, nuk mund të flas. Nuk mund të flas se nuk e di. thatë që mbas futbollit keni filluar arbitrimin, ë? Mbasi bona kursin e trenerëve, Okej. e fitova ku dion e këne, më vjen në shtëpi X-i, nga federata sportive, nga federata. Thot, kërkojnë federata të mu. Po shkoj të shku diu. Shkova atje, takun e ta, partija këshu, partijet ka këshu atje, ka pagur rogën, më kua punën, më mënë më pasion për këtë punë. Nuk e kishim e qef. Po. A i kupto se disa e kanë pasion, nuk e kam, nuk e kam. Me nova që të bëj, tash më zu fryga, si i theve ne, fry, me këte kuptim që Po. diçka duhet botëshi. Thash po shkoj arbitër, gjyqtar. Po. Shkoj ke Samiko Therja ka qenë një drejtor shkollë, në drejtor, ka qenë gjyqtar shumë mirë. Edhe i biri Plarenti, gjyqtari mirë, edhe atë e njifshe. Si përfundime, takoj e te, më thot, ajde kështu, më bon ca pyetje, ato pyetje mo që më të thonë ty ato gjone gazetarese që ti i di, elementare fare. Po. Me gjithë, ditë në ejte, për shema ajde në ledhe, se njërë mjavët, në lidhet, kolegjumi edhe, si përfundish këjo të një 70 gjyqtar. Ati janë historinat tjera, qava me atë punën timë, si themi, ne. Me atë timë, unë ishë lojtari i ekipit kombëtar. Unë detyrimisht duhet kem kategorinë parë, detyrimisht. A i as kategorinë dytë në historinë tjera. Me gjithët, e i hynë asajt me vullnet, ta krysa më mirë, se lojtarët e ditë atëre ishin me rogë,
Nuk janë si të shi profesionista, ishin për i qabuk, du ishin rrethët. Kështu që tolerime kështu. Me gjithë, kom kalu shumë mirë me ato shokët. Si të duket? 15 vjetë. 15 vite arbitrim. 15 vjetë. Në 90-ën, në 90-ën i thash nuk shoj mo. Po unë arriva moshën e para dhe e dyta i thash nuk shoj. Më thirrin prapë në federatë. Gjej thaka të shimë të, se të shimë kujtu, a i nuk jeton mo. A i ka qenë lojtari i Partizanit, ishte në federatë e këtu. Ka qenë me Dibushati, kryetare, që ishin. Më thëreshin, thëtë, do të vish federatë, thëtë, të ishin në grupet e caktimit të arbitrëve, e ishin ato që bëjshin ato seleksionimi, nuk e di ca gjona që ashtu. Komisar fushë, për shemë, që bëjshin të si komisar, delegue, i federatës, duhet të eshe atje. Me thonë të drejtën, shkova 2 neshe. Një ishte Partizani Vllaznia, ajo Partizani Kavaja, edhe një tjetër Dinamo Shkëndija këtu më duhet. Shkova këtu prej aty në qurën aty mas 3 ditësh. Fillova të folë, pse ky muri neshe, janë ato që si erdhi ky, shkova në Kavaj. Shkova në Kavaj, një dyndje e madhe të vëzliku Kavaj se Kavaj. Edhe atje, jo nga të runeshe, po atje vetëm neshe në ubo. Filloj grushe, filloj po albitrete 3 shkodron, nuk arroj si sot. Ato shkretet e maru le lojnë qikë për parë, le në parë. Kur hynë atë po dritë shikshë. Mu i dishe gjeni më ditë, me polici, thashë kush o shefi ati këtu, se i dishe gjani, shefi policisë. Thashë mos vjas një unë i këtu mos shohi. Pashtë një këtu, pezullova neshe. Ja, mos i kujtë. Ade presion kopë. Kur hynë atë mena, hëmër thasini. Mos u qanë nga pinë më dhe. Ashtu si që menoni, ashtu kinë të dhonë. E dunë kështu, ashtu boni ju. Se ata e regulojmë, se atje, federatë. Faleminderit, e përshit, çunat më rregullueshëm. Unë si kom taku as nuk e njaf mua, po ishin djalë më rregullueshëm. Nuk është bitë rrugë ato. Partizani ishte Partizani, do të merrte përpara. Ka baje dojte i pikë aty se po ditë ka gatyri. O burra. Po. Tani më tregoni një sekret aty në arbitrim, çfarë marifetesh bëhen? Shiko, tolerime kom bokë, me thënë drejtë, jona kështu të vogla, po kështu absolutisht. Kom historina në është në të dhëmëshme. Po. Edhe goditi kom hongër. Po. E kom qitë jashtë, e kom fut në burg. Jo, e kapi policia. Po. Sot e kësaj dite e majmen, një nga qyteti Stalin. Qyteti me Berati. Shkova tim gjyq pa spektator. Aty mos ke, hajde me vend merë dhe ke shpia, jo mërë, unë s'ka për të dënu dhe unë s'jam prit. Unë do të dënoj, do të jap dënimin e asaj që të lojës, se më futi ofendim për ti, katër nuk e di, ishe lojë qetë. Po abite, jo ty të tha i thash këti e... A ka pas raste që kanë arë presidentit për shembull dhe kanë thënë që... Absolutisht, ke mu? Jo të ty, po të shokët tu. Shiko, në atë kohë nuk vite njeri. Nuk vinte. Ma albitër mu më ka ardhë herë në Durrës. Erdhi i tifoz i Lushjes. Tifozat, ok. Tifoz. Po sot, po në Dë raset bukër ako. Një në Korç, edhe këtu. Ky erdhi me i dur, kështu me lek në dorë. Po të kishe shuk. Bukovika më, tha në anima. Por që një më edhër? Një më edhër, s'kam dhe shuko bilbilin. Po s'lujtë edhe që unë të hytë. I ka dhe shumë, i pja shokve dhe shumë, nuk o për t'i falë asë jo Durrësit, asë mos kini mërë. A the që jam meritorin, falim i shketi, e bajnë me lekë në dorë. Ate e deklarova në mbledhje, ose të bëshim mbledhje që bëshim me ty në analizën, edhe du t'ja thoi që aty në mbite keq. Kurse në Korç, të shi Korça dojtë me fitu. Berati dojtë me fitu, e ne u rrëtullojshë në stadion të shi, me më thonë mu, erdhën në ty, më prunë njone në ty, shkemi aty ke fabrika këpucve. Ta shohmi qikë se ta kojme ty të shimë dhënë këpucë.
I dhe se ta i divu dhe s'kam nevojë dhe se kom morë pucë, sa dune. Po në kohët e sotme, ekzistojnë thu këto? Do me thonë... Sot i mori lekët në dorë. Po. Kjo të shni që ka fillu profesionizm, te nuk e di. Por e di që para 10 vjetësh, në mosa më shumë më pak, kanë morë mbi 290.000 lekë. 290.000 lekë. Që atër kanë qenë shumë. 300.000 gati, po. Që e di kështu, eksakt, si një bëjt 2. Sigur i mora u lekën. Po. Po s'ka rëndësi, por do të shikë kjo fazë, do të ketë lekë në ndorë, do të ketë. Po. Leshtën si dushti, e në këtu politikë nuk kanë morë me thesë, e di vetë, s'ka rëndësi. Si të duket arbitrimi sot? Ka gjyqtarë të mirë, kom pa. Gjyqtarë ka të mirë, po bëjnë ca gabime, po them fatale. Nuk e di. I kom pa, por thuj shumicën i ndjek. Ka gjyqtarë të mirë, jo dy djate, në ty nga di me thënë drejtë, gjyqtarë mirë. E ajo që... Ajo e njoftë mirë edhe se, a ky plan të këtherja e ka qitë si arbitret. Për qene e është i qetë, kështu është gjyqtarë shumë mirë. Po sistemi VAR, qa mendimi ke për sistemin VAR? Sistemi VAR, aty ku duhen e bëjnë, aty kur se duhen tjeka thik me 2 presa, i them. Se shofi me në Evropian, jo këtu. Po. Tu shive e këto dhe. Tu shive, këtu më si shive. Si je që të vinë që je. Me je dhe, një mon shumë gjona. Absolutisht. Po, je. Po jo diskritar bitin më tepër. Do flasim për jetën tënde private, për te futbollit. Do me thëmë për jetën tënde me bashkëshorten tënde, me fëmijët. Na tregon njerë si e ke njohur Nusen? Jeta ime private e mrekullueshme, është me thënë drejtën. Daq me bashkëshorten. Kur je dashuruar për herë të parë? Unë kur e lash, pa e lanë për tu, jam feju, mësa një jam martu, në atë kohë që unë më largova. Qëfar më largu 30 vjeç. 30 vjeç, po. Okej. Po. Si e bërë për vete, Erat? Nga smoja ajo, nga smove ti? Më tepër me mbresli, si toni unë me ndërhyrje, jo motre o këto gjone. Shu ka qenë më tepër ndërhyrje, se ne, me thonë të drejtë në sportistët, sigur, u afroshin shu, ku me qëllim, ku pa qëllim. Ka pas mrekullueshme goca, po ne ishim atë gjami, thëgjë për para, në mosha re, kupto edhe gabon e të, por, po e bukur, ka qenë jeta shumë e bukur. Sa mbështetja ka qenë ajo për ty? Sa dush, sa dush. Ka ne shumë afër gjithmonë, papa. Unë kam gru të shkëlqyer, me thënë, papa. Le fëmijë diskutohet. Një e kom në Amerikë, ishe në Amerikë, neta një 3 javë, ti u shmallën atë nipqet, jem bot, javë. Quni shqyre kom këtu të papam. Qëfar marrëdhënie ke me qunin dhe me gocën? Me qunin edhe me gocën, të dy se i kom. Të mrekullueshëm. Qik më shumë këdo? Jo, të mrekullueshëm, po super fare. Qik më shumë këdo? Gjithmonë këtë pyetje e boni ju. Ja. Unë nuk e di thënë shumë vetja, pa këte se gisha të jam një sekë. Me thonë të drejtën, të shkëlqyer janë të dy. Të papam, unë i kom nuk, kom knejsi që i kom shumë mirë, kuptohet nga ana shpirtërore, shu që edhe unë për ne jo mirë. Të lumë. Sepse i kom të mrekullueshëm. Pas që të Legjo s'ta prishin e s'diskutohet, vetëm një ku di unë, nuk e di. Po me një babë të mirë kështu si ti, normal që s'ta prishin asnjëherë ato, edhe s'do të hapen kur probleme. Kështu që ka një babë të mrekullueshëm, me një super karakter. Unë nuk e di si jam, nuk e di. Ore, unë kam mjetat sa duhe, nuk e di shkutoj. Unë mundohem që mos ta qaromi, mos i prish menin, mos i bo që dush. Po këto janë të papam, nuk e di, janë të mrekullueshëm. Unë i kam sigur i kam më të mirë se gjithë, se unë kam shoqëri shumë edhe që në gjë një shoqëria imi se ka këte. Shoqëri kjo se ka dhe, me thonë drejtë. Ajo ka dy quna, ky ka i qunë. Imi rrath qunash ne. Jeni rrath qunash, e? Do bëhet një futbollist apo jo? Jo. Ato, këte e kështë qef unë, e kështë edhe kuj qef shumë, Lani e kështë qef shumë.
Me thonë drejtën, u munune i shketi e kështë me pasion e kala, e i shko 2-3 herë mjavë, shko du prap. E di që e kështu. Po ma ka thonë edhe në fund mëse. Ma tha një herë kur ashu. Më falë thë se huma kohën këtë. Të tha? Ma tha. Po e di që e shetë mërena të qarë nëdhin qarë. E vërtet, po. Po gjinof mund të, me pasionin që kishe dëshirën, i natin e ku të qënë ata gjona shu, dëshirë për të fitu. Diçka të të bëjtë, se nuk ka gjë njëri me pasion, me dëshirë ka. Shumë e vërtet. Nëse ke pasion, nuk o puna vetëm talent, talenti i diskutohet. E ka për shpejt e po. Dëshira, pasioni, për ta bo diçka. Ndaloj që këtu të nusja, a ke qenë romantik apo jo? Të shi bakalzo kujt i thunë romantik? Po që i boja dhurata shpesh, shëtisje shpesh. Sa i thunë romantike? Si, po qa i thuti për shembull? Me thonë të drejtën, nuk i bëj shumë peshjeshe. Po unë, kur shkoj e shtetit, në atë kohë, nusët nënës parë, e të dytën nusës. Po, që në fejes, edhe atë kishë musik, ata kishe. Nuk e kom lona si e shu. Kujt i thunë romantik? Po qa i thuti romantik për shembull? Si? Romantik. Qa i thu? Na të regon e brezit të ri, për shembull. Po kur i them një lafe këshu mot... Si për shembull? Ta këputa shpirtin i thesi si keshë, ta këputa shpirtin e shefi, se mi këshu i doni u i thesi, ma e nga sfort. Ma e nga sfort e. Ja, këshu e nga sfort e. Keni jetën e gjatë dhe të lumtur inshallah, të gjithë bashkë. Hajde, pa, kur të thënë disa këshu, i them unë, a i nërtë në ka arru më duhet, po s'ka kalem të shkënë, sa të shkënë i dhejmë, për në modha gjitha tjetë të shkënë. Jo, pësa ashtu. Po, mjafto mos mu prish me digjon, se i kemi në ato. Po shqyqyr, kur i ke fmit më regull, e ku të sigur i e i kënaqër për shdo gjë. Shkon shpi e di që e, nuk e di se ju i një të ri, po është të knajtësi e madhe, mos e diskuto. Unë për një shkova 8 orë me rëplan, edhe kjo që shkova atje, 10 orë rëplan, ti shofjeret e, ato ishin në Parajs atje. E kemi një ju Parajsën, por nuk e dim ku shoh Parajsë, po ajo ishe në një qytet afër në Vjorgut, me ca vila, 2 katëshe, druni mu dukshin, me ato borret e bukra e bora, ishin larga asaj të venit. Do e lije Shqipërinë për të shkuar të jetuar atje? Urdhna? Do e lije Shqipërinë për të jetuar atje? Le Shqipërinë? Asnjëherë në botë. Jo, Ja, ka jetë në vete, ja. Mirë, 2 pyetje të fundit do të bëj unë tani. 1, çfarë do i thuash brezave që luajnë tani te Tirana? Çfarë do i thuash? Çfarë do t'i them vetëm urime, e kuptoti, pasion, dëshirë, edhe fitore gjithmonë inshallah. Se ne... Çfarë këshilli i jep? Jepi një këshill. Çfarë këshilli? Në fakt këshilli... Ta duan Tiranën, kaqe, kaq. Në fakt këshillin do t'i japësh anglisht se s'ke asnjë lojtar shqiptar aty. Si? Këshillin do t'i japësh anglisht se s'ke asnjë lojtar shqiptar aty. Vetëm 2-3 janë. A të vjen keq për këtë fakt që Tirana ka shumë pak lojtar shqiptar? Shiko, si ka ardhur sistemi të shti, do të marri, si ka marrë gjithë bota. Gjithë bota, i ka marrë këtë tuj. Mirë, po prapë. Derisa e lejon, sepse është biznes. E kupton? Që është kënaqësi e madhe të kesh në lojtar tuj, po gjithmonë cilësor. Po i pa cilësor janë përshpash basketbollin e Nipçes. Ishin 3 a 2 amerikan, nuk e di. Një portugez, ku di jon. Po ata e nimojnë shumë. E di se nimojnë, për shembull, ne në atë kohë që ishim të ri, po bifjan. Edhe kemi luajtur me Partizani. Që ishte Partizani kampion ato, ne ishim 57 në. Kemi luajtur 2 herë me ato. Na morën ato se kishin qef me ne, se ne luajshim fort. Kishim një ekip, nuk e di na krijojnë atyre që u grumullum ato lojtarë. Po, i erë në fushë aviacion ka arë Petri Dumje me kal, na mlodhi kështu ne, kur marru mlojën, fitoj Partizani, 2-1, nuk ka rrë si sot. Po ishe një fushë, ati ishe fushë e gjitha, po, të shio boti, po. Bravo i qofta, mojt kalit e, nuk ka rrë. Petri Dumje, nere ma, ku po shifshim të ai kali, malshi, se shëti se vazhdim se bëjt e jetë. Neve atëre, gjithë na morë, në gjithë ekipi që ishim ne, të gjithë hynë në ekip, të gjithë, të 11. Që nga portieri, i lire, se i majnë me një, vetëm një syni,
një kristaj foto i gjatë, i djalë mamaje, i thëshë në i shkreti, i se shumë, po, me qikë bojege, i thëshë me, a ishe i buti, i thejnë me, e kupto se sportin dhe qikë agresiv, e dedi. Më falë. Unë kom sa dush, po... S'kemi kohë ne, se kemi kohën e limituar. Edhe ju mërzita ka jepë. Jo, absolutisht, për mua shumë e si dëgjojmë, për mua rrim... Nuk ka libri që i shkru, pa... Jo kuriozitet që shumë vetë nuk i din, i kemi kalu, ka gjona që e vëtotit bukra, shigjona shëqërore, shigjone, historina. Do më premtosh që dëshkosh të ndjekësh Tiranën në një ndeshje në stadium? Asnjëherë. Jo. Më fal, jo. Jo. Po pse? Edhe mund shkoj, për nuk ma merr mendja. Jo. Çfarë do të thuar drejtuesve të Tiranës? Çfarë këshille mund t'i japësh atyre? Që t'i theme? Po që t'i thush më, u t'ja fuq ati, atë se duhet e presidenti u t'u fare. Kur i kom thonë një ditë që ishte në filmin që po ishte për skenere Lil, edhe ishte me qunin e Gjavid e Neri, po. Na i me kama, jo. A mërja rrën. E si përvëni, thashu, prapë ku erdi, se erdi gjaqë. Ne këshim marrë që për para që do t'u fuqim salë, e në kjo erdi si për. Prapë thash me këtë gjaket, ka qesh me lote, me i gjaket blu. Qofse e ke pane? Po që është e ka të nashme. Po, ajo për ise. Nuk e që... Do më thëmë, presidentin Tiranës nuk dëshërë... Mendo se aji po e shkatron ekipin. Thot quni, ajde quni, dhe i njip që ati si aprish e e shkova. Je që e pas stadiumin, që marrë stafa. Po i herë bashkë nuk dëshkojmë? Edhe i herë që ishte ere. Po i herë bashkë nuk dëshkojmë? Ne të dy, me shku me pa, i derbi. Apo do e mendosh? Kështu vetëm me respektu si femën, se me thonë drejtën. S'ke qef. E disa gazetarë kom për zonu? Sa dush. Po ku në tha quni kështu. I thash për respekt se o gohë që thash në do vi. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. E ty faleminderit, që të kesh në jo, ajdi e ke unë. Okej, kry. Për ato vite ne, Po. Për që në dush? Për mua ishte shumë kënaqësi. Shumë faleminderit që ishte pjesë e Topcastit, ishte kënaqësi të dëgjonim dhe do ulemi një ditë prapë të dëgjojmë se ke shumë histori për treguar. S'ke tregu as 10% e historive që ke, besoj. Faleminderit shumë. As 10% e historive që ke se ke tregu. Kur thu 10 i pas më ka vëgju shumë. Jo, po jo. Shumë pak, ë? Qa thu? Do fikim kamerat ndërkohë dhe ne do vazhdojmë të flasim prapë për shefin ton. Shumë faleminderit. Të lirë. Po. Faleminderit shumë. Që dushti, se edhe ti qeke, për qeke. Faleminderit shumë, të uroj shëndet dhe jetë. Po ti vetëm rrejtë mund të the shkadron për i burrit e? Ku shohë këj me qëkaj ti them ati, edhe bo Tiranës dhe ti. Ashtu i them dhe Po i shkadronë është ta mani për shka që jemi... Ja, sa të flasim dhe neve për këtë temën... Ore, sa shkadronë komu atje. Bashkë do shihemi sërish javën e ardhshme. Faleminderit që na ndoqët, deri atëherë mos harroni të bëni like, share dhe subscribe në kanalin e YouTube-it. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.